Mirë, më rikthyer do të flasim për 21 janarin, thirrjen që SPAK i ka bërë Berishës dhe refuzimin nga ky i fundit, duke thënë se nuk është njoftuar. Ilir Demalia, jesh me mua në studio, faleminderit shumë për kohën tuaj. Kam në një lidhje direkte me Ntor Kikin. Kikia, të përshëndes, faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndet edhe Iliri. Tani, përpara se të nisim bisedën dhe të marrë një opinion tuaj në fillimisht, do doja të ndalesha te komunikimi më i fundit që SPAK ka bërë si një përgjigje ndaj komenteve nga Kuvendi apo dhe vet Berisha, i cili thotë se nuk është njoftuar. SPAK sqaron: deri më tani janë dërguar 2 urdhërthirrje përmes shërbimit të postës shqiptare në datë 3/11/2025 në adresën e banesës për t'u paraqitur në SPAK në datën 7 nëntor të këtij viti. Dhe në datën 7 nëntor në adresën dhe banesën e Partisë Demokratike dhe Kuvendit për t'u paraqitur në datën 14. Pra, në datën 3 është njoftuar që Berisha të shkonte në datën 7. Në 7 Berisha nuk shkoi dhe në datën 7 i kanë dërguar kërkesë të paraqitet në datën 14, ku përsëri sot nuk shkoi. Këto janë thirrjet dhe kërkesat, siç e shihni. Urdhërthirrja e parë e dërguar në banesë në datën 3 është kthyer mbrapsht në prokurorinë e posaçme me shënimin: rojet janë autorizuar të mos marrin asnjë zarf. Pas këtij konstatimi, prokuroria e posaçme ka vijuar me dërgimin e urdhërthirrjes në 3 destinacione: banesë, PD dhe Kuvend në datën 7. Në datën 9 është refuzuar marrja e zarfit të dërguar në banesë, ndërsa në datën 12 Shërbimi i Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë ka njoftuar se marrja në dorëzim e njoftimit është refuzuar nga stafi politik i grupit parlamentar të PD. Përmes shkresës është sqaruar gjithashtu se njoftimi për urdhërthirrjen e Berishës u dërgua dhe në adresën zyrtare të emailit sali.berisha@parlament.al në datën 10 nëntor. Prokuroria e posaçme do të vijojë zbatimin e parashikimeve ligjore për njoftimin dhe paraqitjen e personit të thirrur sipas afateve dhe detyrimeve të parashikuara në legjislacionin në fuqi. Çfarë do të thotë? Kjo që do të thotë ajo që kemi parë gjatë gjithë 30 vjetëve, që Berisha o e dhunon ligjin ose tallet me ligjin. Ta përshëndes dhe Roland Qafokun, është me ne dhe ai. Roland, të përshëndes. Faleminderit që je bashkuar panelit sot. Mirëdita. Po. Pra, Berisha o dhunon ligjet kur ishte në pushtet, ose tallet me ligjet kur është jashtë pushtetit, po prap ka pushtet. Se edhe kjo që po bën tashti, që thot nuk ka marrë, është talli e prokurorisë. Dhe këtu ka 2 rrugë. O prokuroria duhet zbatoj ligjin, dhe shkoj ta marri me forcë dhe asjell në prokurori, ose prokurori duhet shkarkohet dhe të marrë përgjegjësi para ligjit pse nuk zbaton ligjin. Kjo është fare e thjeshtë. Pra, këtu ka një gjë që Berisha, kur gjithë këta që janë Parti Socialiste, që janë thirrë në SPAK, të gjithë kanë shkruar me këmbë të veta dhe s'kanë bërë lojna të tilla. Përse e bën Berisha? Unë them që e bën e para është inkoshenti i krimit dhe ai gjithmonë ka dalë duke kriju situata, siç krijoi në 97-ën, siç krijoi mbrapa, këtë punë ka bë, dhe siç vdesh me kriju kur arrestuan që e lanë një vit. Vetëm kështu shpëton ai se do të bëhet viktim. Mirë, po problemi është që nuk jemi më as në 97-ën, as në 98-ën, as 2000-ën, as 2005-ën, jemi në vitin 2025, më falni, ku Berishës tashmë i mlidhen 3 vetë. I del Çuni Fariut, i del ai tjetri që është ai Strazimiri, Tritan Sheo. Dohën Berisha, duke kuptu që ai nuk ka mbështetje, premton për revolucione, e premton për përmbysje, ai tash e kupton gjendjen e tij ku është dhe do të mbyllet atë shtëpi që të justifikohet me vetë me gjë që unë jam viktimë e regjimit. Dhe këtu mendoj unë, SPAK-u po bëhet përdite me qesharak me çështjen Berisha. Jo vetëm për 21 janarin, po dhe për tjerat e tjera që duhet japi llogari. Dhe për sa kohë do të vazhdojë kjo, atëherë ne gjithmonë më shumë do të zbehemi në besimin se do të vendoset drejtësinë këtë vend. Kikia, çfarë do të thotë komenti i fundit që faktikisht juridikisht mund të jetë okay? Prokuroria e posaçme do të vijojë zbatimin e parashikimeve ligjore. A do të merret me forcë? Ndërkohë që po ndiqja kronologjinë e sqarimit të prokurorisë, SPAK-u sqarimi qartëson publikisht që
i ka bërë të gjitha përpjekjet zyrtare dhe ligjore për të informuar një qytetar që të paraqitet në organin e akuzës, pasi deri të paktën mbrëm kishin vetëm reagimin e njërës parë të zotit Berisha që tha që se di dikush me motor ka lënë një copë tjetër, por mua s'm ka ardhur gjë. Që do thot prokuroria ka konsumuar të gjitha përpjekjet e mundshme. Ose thot aty email, gjithë adresat. Tani, ndërsa ti po lexoje këtë gjë, mua më kujtuar një film gjyskomik ku njëri nuk paraqitej në gjyq dhe justifikohej që s'ka marrë këtë ftesën. Dhe Korrieri tani e ndiqte hap pas hapi derisa t'ia jepte fletëthirrjen në dorë dhe t'i bënte një foto që të konfirmojë që ky e mori. Dhe historia e peripecitë e Korrierit janë një histori e bukur komike kur ai ndiqte pas në rrugët e qytetit, kudo në lokale të tjera derisa më në fund zuri në një cep i vuri ftesën në gjokë të fotografi. Jo, mua e di më kujtoj Andon Ledhin, këto thirrjet e Berishës janë bërë si Andon Ledhi, dhe me thënë i shkon kudo, vetëm fletëthirrja e spakut. Unë nuk e di se si vazhdojnë dhe shitet kjo ideja që si kam mbërritur fletëthirja. Aq më tepër që ja dha gjithë media dhe e pyetën gazetarët, më fal që të përva, e pyetën gazetarët para sa ditësh. Atë pra po thot dhe Kikia që është sharake. Nuk ka më që sharake, domethënë ai më fal pa ai 82 vjeç burrë bë veten deri në këtë. Ja ta mbaroi Kikia, se do shkoj te Rolandi, po. Kjo është komike tani. Prokuroria mund të ketë një skenar nga mbrapa etj, por në momentin kur një qytetar, një shtetas, një politikan nga ati niveli thotë që unë i përgjigjem çdo thirrje të organit të drejtësisë, mjafton të më ftojnë, kjo bie, ky lloj diskursi bie, sepse ftesa i ka shkuar. Tani nëse ti refuzon ta marrësh dhe të firmosësh, i bie që ta ndjeki Korrieri si puna sa historisë që tregova edhe prandaj Asolla. Tani prokuroria thotë që ne do ndjekim rrugët ligjore, padyshim që shteti në hapësirën e tij ka parashikuar edhe këtë lloj manovre ku dikush refuzon të njoftohet, pra refuzon të informohet apo refuzon të ftohet. Dhe në momentin kur refuzon të ftohet, ka rrugë të tjera dhe besoj që zoti Berisha me këtë lloj këmbgulje po e çon çështjen deri tek pika ku prokuroria t'ia kaloi ftesën policisë dhe policia pastaj të bëj ato përpjekje që të rrinë në zyrë dhe këtu fillon historia nëse duhet ta marrësh në forcë një deputet apo nuk duhet ta marrësh në forcë një deputet dhe që do prodhoj situata të tilla. Përderisa e ka refuzuar të paktën 3 herë, pra një herë në shtëpi dhe një herë në zyrë dhe një herë në selinë e kuvendit të marrë ftesën, besoj që drejt këtij skenari po shkohet dhe Berisha po e çon vetë drejt. Se Roland i intereson Berishës ky lloj show që të shty spakun ta marrë me forcë? Historia e raporteve të Berishës me këtë lloj ftesash është e gjatë. Zoti Berisha nuk tha një të drejtë në konferencën për shtyp kur tha unë gjithmonë jam treguar korrekt me drejtësinë. Unë kujtohet si reporteri që kam punuar në gazetën Koha Jon në vitin 97, 98, 99, ai thoshe që unë se njoh fare prokurorinë edhe pse i çonin në ftesa për të paraqitur në prokurori. Dhe është histori shumë e ngatëruar kjo. Ndërsa aktualisht unë nuk e di se çfarë po ndodh, se si mund të thuhet që të vjen një ftesë ose më saktë mjafton që prokuroria të lajmërojë që X person është thirrur. Nuk ka nevojë fare për ftesë, shko atje. Ne kemi politikanë si Dorela që janë paraqitur vetëm prokurori pa i ardhur ftesë, mjafton që ka dalë emri diku. Po ku qëndron Kleçka, Roland? Pse Berisha detyrim paraqitjen për kompleksin Partizani e realizon, se shkon paraqitet dhe nuk shkon për këtë tjetrën? Pra ku ndryshojnë këto? Pyetja është me shumë vend. Ktu vetëm nëse ne mund ta amendojmë që ka diçka, ka një informacion zoti Berisha që ne nuk e dimë. Dhe ai po bën një refuzim për të shkuar në prokurori, se arsyetim dhe argument tjetër nuk ka. Vetëm kjo mua më shkon ndërmend, që mund të ketë një mas, një vendim të prokurorisë që Berisha është i informuar, dhe ai bën këtë, se çfarë arsye tjetër? Po mirë, doli prokuroria edhe me mikrofon. X person duhet thirret në prokurori. Shko, se s'ka nevojë fare të vi një fletëthirrje, për vërtetë që ti je person, jo thjesht person publik, ti je
një nga politikanët njohur në Shqipëri, ka qenë president, ka qenë kryeminist, e kupton, ka qenë në krye të shtetit, ka drejtuar shtetin. Roland, Nuk e që ta quash lojë është shumë e trashë si lojë. më fal, e di që Nuk e di se çka ka aty. është pak jashtë teme, po më të rreq vëmendje nëse regjia do më ndihmojë me një plan të madh tëndin, ke një dosje shumë voluminoze që lexon Fatos Nano. Çfarë mban atje? Ua, ose si Dorela, po ti gjithmonë më, jo, këto janë të arkivit tim, unë jam në studion time të punës, dhe ato janë të arkivit tim, dosja Fatos Nano ka materiale, dokumente të Fatos Nanos që unë i kam mbledhur gjatë 30 viteve të mia si gazetar, kaq. Nuk ka sekrete. Jo, më të roqi vëmendje se ishte shumë e madhe. Besoj që nxjerr tani nga arkiva në këtë periudhë të Fatos Nanos apo jo? Aty ka 30 vjet ajo. Interesante, bukur. Ke nga një për secilin? Po, librat jo kryeministrat, jo presidentët edhe tjera, unë kështu i kam realizuar, domethënë duke hartuar dosje me materiale, me dokumente, për shembull, unë kam gjitha ftesat e Fatos Nanos që bën ai për gazetarët, unë i kam gjitha aty. Se aty janë firmat, janë tekstet e tij, domethënë pak a shumë kjo është me që transfer. Jo, më të roqi vëmendjen, interesante. Për të kthyer tek tema jonë edhe tek ajo ai shërben kjo zhurmë, nuk pyeta pa qëllim Rolandin, ai shërben kjo zhurmë Berishës, e di pse them? Thënën ka një protestë përpara kryeministrisë. Duket sikur i zgjon njerëzit. Absolutisht nuk do zgjoj asnjëri. Ty jo njëre, pse kam sikur? Jo, nuk e kam unë më personale fare, se s'kam personale me asnjë nga këta unë. Por? Problemi është që nuk zgjon, se vetë fakti që kjo dhe Berisha vetë dhe kjo si parti po shkon gjithmonë e po bjerët keq e më keq. Dhe problemi këto këmbgulin në të njëjtën mënyrë si kanë vepru, që kanë ardhur deri këtu këmbgulin prapë. Domethënë kjo tregoj që s'kan kuptuar gjë ose duan të bëjnë përpjekjet e fundit për të mbrojtur për atë që kanë bërë këto që e din këto. Tash për sa i përket që shkon SPAK për çështjen e Partizanit, ai është person në netim aty i pandehur. Këtu është person ndjeni. Kurse këtu është person për të pyetur. Si duket kjo pyetje e ngacmon Berishën sepse i deli inkoshient i krimit. Dhe ai e di shumë mirë se çka bë. Dhe di shumë mirë që masi t'japi përgjigjet që nuk do të jenë të rakordume me thënjet e tjerëve, ky do të merret dhe i pandehur pastaj nëse do të merret nëse ka drejtësi, se deri tash faktikisht për vetëm njëri që nuk po vepron drejtësia është Sali Berisha. Dhe kjo është çështja që duhet ngrehet nga gjithë media, përse favorizohet kaq shumë Sali Berisha nga SPAK. Se Basha pranoi të shkonte për 21 janarin dhe Berisha jo. Ministri ka qenë Basha sot. Basha sigurisht që man përgjegjësi, por Basha ka pranuar shkoj, mendoj unë, se nuk e di çka thon Basha, që t'ja le topin Berishës që ky ka dhënë urdhën. Pra, këtu ka një gjë që nuk shkon, jo ka një gjë që nuk shkon, e di gjithë që nuk shkon nga fillimi në fund ajo, se në vra 4 njerëz, e ky në fillim tha janë bra me çadra, pastaj me stilolapsa, pastaj me penicilina, pastaj me kutadion. Pra, ky është njeri që është mësu mos të respektoj ligjin gjatë gjithë kohës që ky ka qenë pushtet dhe të ashtim brapa. Dhe këtu unë nuk marrë përgjegjësi Berishën, unë marrë përgjegjësi drejtësinë dhe aktualisht SPAK-un. Përse SPAK-u marrë këtë double standard për Sali Berishën? Janë të kapur nga SPAK-u, janë kapur nga Berisha, i paguan Berisha, apo i paguan Argita, apo Shkelzeni. Kjo duhet sqaruar, se nuk ka mundësi, është një double standard kaq i hapur që habit gjithë dynjan. Double standard, ata kanë përplasje pafund me Berishën, Berisha çfarë nuk po thotë. Edhe çfarë? Edhe çfarë? Të tjerët i kanë marrë, të tjerët i kanë përplasur në burg, dëgjoj, Ilir Metën e tërhoqën zvarre futën në burg. Kurse ky shkon dhe anatemon SPAK, jo anatemon SPAK-un, po çfarë nuk akuzon SPAK-un, domethënë ky duhet merret direkt për prishje provash tjerë. Pasi s'ka shumë prova më që ta marrin dhe këtë. Prova. Nuk ka prova. Atëherë ta qisin pa fashën, ta kthejnë ta bëjnë prap president, edhe ta bëjmë Shqipërinë rrumpall dhe herë nga fillimi.